Personat që pinë kafe urgjent ta dëgjojnë këtë, do befasuheni. Muajt e fundit u zbuluar se kafeja redukton diabetin e tipit 2. Së fundmi është zbuluar se ajo ndihmon edhe të mos humbasësh shikimin. Retina e syrit është një nga indet aktive për trupin dhe kur konsumohet, ajo mund të ofrojë edhe një degradim të shikimit. Për këtë arsye është e rëndësishme që të kujdeseni më shumë edhe për shikimin tuaj. Kafeja në formën e kokrës përmban 7 deri në 9% CGA, një lloj acidi antioksidant që ka shumë përfitime shëndetësore si humbja e peshës dhe kontrolli i presionit të gjakut. Kërkuesit e studimeve mbi kafen tregojnë rolin e pozitiv edhe për shëndetin tuaj. Ekspertët këshillojnë pirjen e kafes brenda normës së lejuar, kështu do ta keni më të lehtë të përmirësoni shëndetin dhe gjithashtu të mbani larg komplikacionet. 1 deri në 2 filxhan kafe çdo ditë janë më së të këshillueshme për të marrë këto përfitime. Gjithmonë kafen duhet ta konsumoni pa i shtuar sheqer ose ëmbëlsues.